Me korin e shkollës nisi festa. Zef Lushmarku mban emrin Shkolla Fillore e Mesme e Ullët në Bërkos të Gjakovës, që sot kremtoi 80 vjetorin e themelimit. E para kësaj shkolle tregoi më shumë për këtë përvjetor. 80 vite histori nuk janë vetëm numër. Ato janë kujtime, sakrifica, sfida të tejkaluara dhe arritje të shumta. Sot ne jo vetëm festojmë të kaluarën tonë të lavdishme, por edhe shikojmë drejt të ardhmes me besim, duke synuar një shkollë moderne, inovative dhe të hapur për suksese të reja. Le të vazhdojmë së bashku të ruajmë traditën, vlerat dhe emrin e mirë të shkollës sonë, që edhe brezat që do të vinë të ndihen krenar me këtë institucion. E i pari arsimit në Gjakovë, përveç urimit, kishte edhe një shqetësim. 360 nxënës të kësaj shkolle duhet të ndihen mirë, komuniteti duhet të ndihet mirë ku i ka fëmijë, kështu që bashkëpunimi komunitet shkollë është mësoj nevojshëm këto ditë. Arsyet janë të shumta në zhvillimin e numrit të mungesave. Andaj kërkojnë nga komuniteti që të bashkëpunojnë me mësimdhënësit, po kështu mësimdhënësit të bashkëpunojnë me komunitetin për zhvillimin e numrit të mungesave. Në fund të kësaj feste, u nderuan mësimdhënës e ish mësimdhënës të kësaj shkolle për shkak të kontributit që kishin për vite në procesin mësimor ndër breza në këtë shkollë.